Me unë dyrësirë, kemi rujt e ti në gjithë të kohë, po që kush në Financial Times ti thush shqiptarve fuck you, kush jeti mor plerë? Më quan videon e këtij djalit dhe përpara sa të dëgjoja sharjet, ndjeva se këlldinë e tij. Pyeta për të. Demokrat 24 karat, nip i një demokrati të respektuar, profesionist me të cilin më lidh respekti ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Timesit më ka pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, i thash shkurt fjalën që meriton kush në fakt më akuzon pa pushim me vite dhe s'ka lënë 2 gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Nga një orë bisede lirë, gazetari zgjodhi pikërisht atë fjali. Po unë nuk jam pishman. E kupton që unë që flas, jam ngritur kur babai im i ndjer, që ishin nga njerëzit më të nderuar, më të njohur në Tiranë, në Shqipëri, ndroi jetë në Vjenë. Nga kancri mëlqis, sepse mjekësia në nivelin ku e ke lënë ti, e kuronte për ulçër o pler. Më erdhi sinqerisht keq dhe përpara se sa të përgjigjesha, u interesova për rastin. I ndjeri babai i këtij djalit nuk ka shkelur asnjëherë në asnjë spital publik të Shqipërisë, po fillimisht është kuruar në një spital privat, diku këtu e 10 vjet më parë. Dhe djali ka shkuar shumë larg bashkë me valën e këtij revolucionit imagjinar të bulevardit. Urrejtja politike dhe furia e algoritmit e kanë bërë të më fajsoj mua publikisht pas 10 vjetësh, kur jati që nuk u shërua dot në Tiranë nga kanceri i mëlçisë dhe ndroi jetë në Vjenë, kthehet në sken për të përdorur si mish për top. Dhe si babai im, janë me mira shqiptarët që vuajnë, që bëjnë cirqe botës, sepse shëndetësia është në atë pikë që ti e ke lënë në këto 13 vite qeverisje, sepse i keni vjedhur gjithë paratë. Këtu shkon edhe më tutje djali, i bën mira shqiptarët që sipas tij vdesin rrugëve të botës, sepse në këto 13 vite shëndetësinë e pas kam kthyer unë në pikën e vdekjes, ndërkohë që transformimi i dekadës fundit në shëndetësi është epokal, më i madh se sa i të gjitha viteve të mëparshme të mbledhura së bashku. Dhe këtë nuk e them unë, po e thonë faktet, ndërsa unë them po, shëndetësia ka nevojë për më shumë akoma. Dhe ti ke guxim ti thuash popullit fuck you, po populli ta ka thënë me kohë çat kesh ku ti maj pragu derës. Mos e kruaj me popullin, mos i jep gojës, ik një orë më parë, bollu talle me njerëz. Bolli linçove njerëz një nga një. Jo popullit, jo. Jo popullit, se as ky djali dhe as ata që u djeg ajo fjala pasi më akuzojnë dhe më shajnë si të dalë duarsh dhe mëndsh, as nuk janë populli, as nuk flasin dot në emër të popullit, sepse populli flet vet kur i vjen radha. Dhe ka folur kur ishte dita, do flas përsëri kur t'i vi dita, ndërsa ata njerëzit një nga një askush nuk i ka linçuar. Thjesht janë ekspozuar për t'u çmaskuar me fakte si individ shoqërisht rrezikshëm apo si manipulator të paskrupull. Jo me shpifje, jo me sharje, si këto llafet më të ulta të rrugës që janë bërë tani norma e ditës dhe që në këtë rast turprojnë dhe babain e ndjerë. Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato foto të njerëzve privat që kanë 1000 halle. Jo, asnjë video dhe asnjë foto private, njerëzish privat, po materiale publike
individësh disa fytyrësh që nuk kanë 1001 halle, po kanë agenda lloj-lloj për të manipuluar publikun, duke gënyer dhe besuar dhe vetë gënjeshtra e tyre se ashtu ua do puna. Njësoj si ky djali këtu. Ti hyp helikopterit, ti dhe familja jote, kush janë njerëz i puna jote, drejtues së shtetit, hypin avionit kur rohen jashtë. Që mbylleni gojën, të paktën mos kalojnë në këtë grad, sepse do e ktheni personale me çdo njeri që është aty. Kush e di më këm ngatron, po unë personalisht jam shtruar 2 herë dhe kam bërë 2 ndërhyrje në trupin tim, në spitalin shtetëror, ndërkohë që familja ime kur s'ka përdorur as helikoptera, as avion, as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef. Çdo udhtim privat i yni është i paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik. Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë në dorë siç i takon, po në Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet shkojnë çdo cep botës të kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë. Jo, sepse unë jam i lidhur me një kontratë me tjetër kënd, që quhet Populli Sovran i Shqipërisë, me cilin kam firmosur deri në 2029. Dhe dua t'i siguroj këtu të gjitha ata që janë sinqerisht dhe nuk kanë parti apo para nga pas për të yshtur këtë protestë, se unë nuk i ngatroj shqetësimet, hallet dhe zemrimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turprojnë me xhelisin ton publik, por me të neutralizuar një të keqe shumë të madhe dhe me shumë koka që e ka kapur përfyti protestën, pa diskutim, që unë do të kthehem drejt masës domethënëse të njerëzve. Të njerëzve pavarësisht nga çfarë ka e vinë që duan dëgjohen, dhe do t'ju them se çfarë kanë kuptuar nga gjithë kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duhen adresuar ato që së brendshmi, sinqerisht, i thrasin njerëzit drejt protestës, drejt nevojës për të dëgjuar dhe po ashtu drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikërisht për arsye të kësaj nevoje.